kandidati më i fortë i vetëvendosjes që do ta sfidonte Ramën. Zotin Rama mundet kandidati më i fortë për momentin, unë si po e shoh, zë me thonë që unë pa tjetër që do të me pas mirë, po unë si shoh dhe që i analizoj pak situatën, lufta që kam, po thëm gara që kam më bose në shtaj lufta pak e ashpër, në mes Glau Konjufcës, zoti Konjufca mundet më tepër me i bë konkurrencë zotit Përparim Rama. Për ndryshe. Vetëm konkurrenca apo e mund? Jo, me mujt, nuk besoj që mundet me mujt. Mirë po, do më thonë ka me shku këtë gjasi për ndryshe zoti Hajrullah Qeku, edhe për publiku, natyrisht ka qenë minister, ka mojt një post të rëndësishëm, mirë po nuk është qatë që është i familiarizum dhe njështë qatë shumë e njofin, apo ka gëzëna i popularitet. Zoti Arben Vitia ka qenë shumë i heshtu në këto 4 vite si minister. Po thuj se pas disfatës që e pat në Prishtinë, a i komplet është tërhek, shumë pak une personalisht kom pa, dhe më thunë intervista që ka boaj dhe ka qenë shumë pak në media. Sa i përket zotit Besnik Tahiri, për kundrazi Besniku është shumë i përgatitën, mundët me bogar, mirë po, e thashtë edhe njëherë, me partitë si kur AKJ-ja është shumë fështirë me i bo ndoj konkurencë, faktikisht LDK-s